Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i premte 10 tetor 2025. Dashi. Dëshira e madhe për të dashur kthehet dhe në këtë ditë të veçantë mendimet dhe kujtimet ndjekin njëri tjetrin vazhdimisht. Demi. Perspektivat që lindin do t'ju ndihmojnë të rregulloni jetën tuaj të dashurisë. Favorizoni të gjitha zgjedhjet që sjellin lirinë dhe ju vetë mund të vendosni të ndryshoni gjithçka. Binjakët. Martesat dhe bashkimet që janë në krizë kanë një distancë për të kapërcyer dhe ditë si kjo e sotmja mund të krijojnë disa keqkuptime. Duhet të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Gaforja. Jo vetëm që e keni më të lehtë të pohoni veten, por edhe figura juaj në mjedisin profesional është më vendimtare. Kjo është koha e duhur për t'u përpjekur të rikuperoni qetësinë nga pikpamja emocionale. Luani. Është një ditë e mirë për emocionet që sjell. Marrëveshjet dhe gjithashtu udhëtimet janë të favorizuara. Virgjeresha. Ditë e veçantë për ata që duan të provojnë emocione, edhe mendojnë për diçka krijuese. Të gjitha ndryshimet janë të favorshme pse të dyshoni për fatin tuaj. Ndonjëherë jeni shumë skeptik. Peshorja. Është koha të mendojmë për dashurinë, por edhe për mirëqenien personale. Do të jeni fitimtar, por duhet të keni kujdes nga rivalet dhe njerëzit që përpiqen t'ju vënë në siklet dhe t'ju vënë në telashe. Akrepi. Konfuzioni gjithashtu mbretëron suprem sepse ju duhet të bëni shumë gjëra, shumë lëvizje, ndryshime. Jeni shumë nervoz sot. Shigjetari. Sot mund ta vlerësoni si pozitive një situatë dashurie apo pune. Ju do të duhet të keni njerëz konkret, të fortë, energjik përreth, siç është një dash për shembull. Britsjapi. Ju mund të emocionoheni pa pritmas ose të bini në dashuri. Shërimi i trupit. Ujori. Kjo ditë është e përshtatshme për të kuptuar se kush është pranë jush. Fitoret personale janë të mundshme, duke rifilluar në lidhje me të kaluarën. Peshqit. Vendimet e rëndësishme kanë të bëjnë me mjedisin familjar, pasuritë personale. Kushtojini vëmendje kërkesave ose ofertave që vijnë tani. Pasioni në rikuperim. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.